ndërpartjake apo zë i pavarur? Zë i pavarur. Angazhim lokal po më i thelluar apo ambicie kombëtare? Të dyja. Kuota gjinore apo garë pa kuota? Kuota gjinore. Bashkëpunim ndërpartjak apo parti e vetme? Bashkëpunim ndërpartjak. Fokus te politika sociale apo te reformat administrative? Fokus tek politika sociale. Vot kolektive apo qëndrim personal? Qëndrim personal. Fushat në terren apo strategji digjitale? Fushat në terren. Objektive afatgjate apo rezultatet më njëhershme? Objektiva afatgjatë. Partia apo individi? Të dyja. Esmeralda, politik me zemër apo me llogaritje? Me llogaritje. Ku janë gratë në median shqiptare? Në zgjedhjet e vitit 2025, kandidatet vajza dhe gra kanë marrë vetëm 11% të kohës që u dedikohej të gjithë kandidatëve gjatë fushatës zgjedhore. Në zgjedhjet e vitit 2023 kanë marrë vetëm 13% të kohës. Në përgjithësi, edhe në kohën kur nuk është fushatë zgjedhore, vajzat dhe gratë marrin një përqindje shumë të vogël të kohës e cila u dedikohet vendimarrësve, politikës, por edhe çështjeve të aktualitetit. Edhe në media tradicionale, edhe në mediat online, edhe në media në shkruar. Ka një problematik e cila duhet zgjidhet dhe mund zgjidhet vetëm duke u dhënë zë të barabartë dhe akses të barabartë vajzave dhe grave në vendimarrje në median shqiptare e çfarëdo lloji qoftë ajo. Pikërisht prandaj, me mbështetjen e Westminster Foundation for Democracy, kemi ndërmarrë podcastin Vox Politics për të dëgjuar zërin e vajzave dhe grave në politikën shqiptare. Cilat janë sfidat e tyre? Cilat janë angazhimet e tyre? Çfarë bëjnë realisht vajzat dhe gratë në politikën shqiptare në nivele nga më të ndryshmet? Cilat janë vështirësitë që ato kalojnë, por cilat janë edhe arritjet që kemi pasur të gjithë bashkë në avancimin dhe promovimin dhe mbështetjen e vajzave dhe grave në politikë. Pikërisht jemi edhe sot në këtë episod të radhës duke diskutuar me një mikesh shumë të mirë të rrjetit Barazim Vendimarrje, me të cilën tashmë kemi kaluar disa vite akademi të ndryshme, trajnime, iniciativa, angazhime, e cila është pjesë e Këshillit Bashkiak Elbasan, por më fakt prej shumë më tepër kohësh në politikën shqiptare, Esmeralda Mallosi. Faleminderit që je pjesë e këtij podcasti sot. Faleminderit Elira për ftesën, është kënaqësi për mua sigurisht bashkëpunimi me ju ndër vite dhe sidomos angazhimi me Aleancën e Grave Këshilltare. Ka qenë një eksperiencë goxha frydënëse për mua, kam mësuar shumë dhe besoj që edhe brezit që do vi ka marrë shumë nga njohuri që unë kam marrë nga ju. Shumë faleminderit, është gjithmonë kënaqësi. Esmeralda, ne në përgjithësi e fillojmë me një bio të shkurtër që e përgatisin kolegët tanë. Esmeralda është në politikën dhe në institucionet publike në Shqipëri prej tashmë disa vitesh. Ajo është antare e Këshillit Bashkiak të Elbasanit dhe kryetare e Aleancës së Grave Këshilltare. Në politikë është përfshirë që në moshën 16 vjeçare përmes strukturave të rinisë të partisë, ndërsa në administratën publike kontribon prej vitit 2016, duke u fokusuar në fuqizimin e grave dhe të rinjve, në promovimin e përfaqësimit barabartë dhe të pjesëmarrjes reale në vendimarrje. Tash kjo është bio që përgatisim ne, por ne fillojmë gjithmonë me këtë pyetjen e vështirë për të përshkruar veten. Kush është Esmeralda Mallosi në 10 sekonda? Paka shumë, ajo çka ju keni përgatitur, ju falenderoj, është një përmbledhje e të gjithë aktivitetit tim si politik edhe profesional. Unë jam Esmeralda, vi nga Elbasani, një qytet artëdashës, një qytet mikpritës dhe nuk kam dashur që të dal jashtë kornizës së qytetit dhe jam përfshirë në politikë, siç edhe ju e cituat, që në moshën 16 vjeçare, me strukturat e rinisë të asaj kohe në Elbasan. Unë kam preferuar, kam zgjedhur Partinë Socialiste faktikisht, se më zhdukur më pranë bindjeve të mia. Angazhimi ka vazhduar më tej, nuk është ndalur, duke kaluar hapat me radhë në strukturat Partisë Socialiste.
Arsimi im faktikisht është matematikë dhe e parë, kam dhe pak eksperiencë, një eksperiencë 2 vjeçare në mësimdhënie, por duke qenë se isha tip që nuk mund të qëndroja në një vend, pra të merresha vetëm me diçka, sigurisht e vazhdova paralelisht edhe përfshirjen politik, e kështu aktualisht jam punojse e Kuvendit të Shqipërisë prej disa vitesh. Shumë suksesa. Esmeralda, pse u fute politikës? Do të thënë ti e the pak a shumë që nuk qëndroja dot në një vend, po kishte ndonjë arsye tjetër? Duhet bëje ndonjë ndryshim, pëlqente angazhimi, pse u fute politikës? Në përgjithësi të rinë, sidomos në atë moshë, janë më të prirur, thonë, okay, s'ka që presim edhe pak. Faktikisht, unë në qytetin e Elbasanit, përfshira e të rinjve në politikë ka qenë jo në masën e duhur. Ajo të shka më ka bërë mua të përfshihem, është sepse jam një tip që dua të kontrolloj masën, në thonjë za. Dhe duke parë ndiqja punimet në parlamenti kam ndjekur që më herët. Dhe frymëzues, mund të them, ka qenë një deputet nga Elbasani, me cilin unë kam punuar prej disa vitesh, duke ndjekur ai tani është drejtuesi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe duke ndjekur Zoti Balla. Po, Zoti Balla, duke ndjekur Zotin Balla në parlament, sigurisht më lindi dëshira që pse të mos isha unë një ndër ato të rinj që të ngrija zërin për të rinjt e qytetit tim. Dhe kështu jam angazhuar, rrugtimi ka qenë i vështirë, por dhe i bukur. Shumë bukur, shumë interesante. Është diçka e mirë, prandaj të pyeta sepse fakti që të rinjt fillojnë të angazhohen dhe të angazhohesh në politikë nuk do të thotë që të angazhohesh vetëm në parti politike, po angazhohen si qytetarë të cilët marrin aktivizëm, ndërmarrin nisma ndryshme, është shumë i rëndësishëm në të gjitha qytetet e Shqipërisë, po sidomos në qytetet cilat kanë nevojë, por kanë edhe histori të aktivizmit, se Elbasani është një qytet i gjallë, është një qytet që në fakt ka nxjerrë edhe shumë figura, por nga ana tjetër edhe ka një kontribut edhe në zhvillimin jo vetëm politik, po në zhvillimin e Shqipërisë në tërësi. Esmeralda, ti je këshilltare bashkiake. Ta nisim me këtë pyetjen sepse shumë njerëz nuk e dinë çfarë bën një këshilltar bashkiak. Se dim që i votojmë, tash ne të dyja dim se kemi shumë vite që punojmë, por në përgjithësi ne votojmë, pra e dim që votohet një listë e gjatë me shumë emra gjatë zgjedhjeve vendore, por nuk e dim realisht çfarë bën në pjesën e punës normale një këshilltar bashkiak. Siç është parlamenti, që ka përfaqësues nga e gjithë Shqipëria, deputetët që përfaqësojnë një qytet të caktuar apo qarkun, kështu është edhe Këshilli Bashkiak, është një parlament i qytetit. Antarët e Këshillit Bashkiak janë përfaqësuesit e qytetarëve dhe çfarë bën ai konkretisht? Unë konkretisht çfarë bëj? Ndjek shqetësimet e qytetarëve. Përpiqem që të jem në zonën në të cilën unë përfaqësoj, sepse secili nga ne ka një zonë të caktuar, për cilën është votuar, ndjek shqetësimet e qytetarëve, i përcjell, mundohemi që qytetarët mos kenë ngërçe përzgjidhur situata problematike, qoftë me punën, qoftë me shëndetin, pra ne mundohemi të jemi në terren dhe një gjë shumë e rëndësishme është që jo vetëm ne të ndjekim qytetarët dhe shqetësimet e tyre, por të ngrem edhe zërin aty ku duhet dhe në rastin që do na jepet për të votuar një projekt ose një vendim, një akt normativ e tjerë, ne të shohim dhe të vëmë theksin tek qytetarët. Se janë ata që na kanë sjell aty dhe kanë menduar që ne jemi më të duhurit për t'i përfaqësuar, kështu që unë në asnjë moment nuk kam rritjen time synimi kryesor, por kam qytetarët. Ata që më vlerësojnë. Është në fakt politika vendore, unë kam thënë gjithmonë që çdo politikan duhet ta fillojë politikën nga politika vendore, sepse është ajo politika që prek në mënyrë të drejtë për drejtë jetën e qytetarëve. Dhe ju shpjegoja të rinjve me cilët punojmë në leadership, u thosha një vendim që merr një parlamentar apo kuvendi, vendos një ligj etj, juve u vjen pas një viti relativisht. Një vendim që merr një këshilltar bashkiak,
ju vjen me njëherë mbrapa. Ju vendosni të rrisni çmimin e ujit, rritet me njëherë. Vendosni të bën një park, përfitojnë me njëherë qytetarët dhe kjo është një nga gjërat e bukura të politikës vendore që politika qendrore nuk e ka. Kemi ngritur të 61 aleancat në të 61 bashkitë e Shqipërisë, aleancat grave këshilltare bashkiake, fakt kanë qenë një shembull shumë i bukur i bashkëpunimit përtej partive politike, të gjitha grave këshilltare bashkiake, të cilat brenda këshillit bashkëpunojmë për të bërë së bashku nisma gjinore, për t'i dhënë më shumë zë grave dhe vajzave, për edhe gjithë nevojave të komunitetit. Si zgjodhet ishe, ose pse zgjodhet ishe kryetare e aleancës, duke qenë se patjetër që kryetare është ai personi brenda aleancës që bën më shumë punë, ka më shumë angazhim, dhe ky është një angazhim mbi të gjitha angazhimet e tjera që ne e dimë shumë mirë që edhe Këshilli Bashkiak në vetvete nuk është një punë, është diçka që bëhet thuajse në mënyrë vullnetare nga të gjithë ata që janë aty. Dhe ky është një angazhim plus. Çfarë keni bërë si aleancë në Elbasan, edhe pse zgjodhe si pozicion? Faktikisht për mua ka qenë surprizë. Unë është mandati im i parë si antar e Këshillit Bashkiak dhe kanë qenë koleget e Këshillit Bashkiak që më kanë votuar. Kam propozuar ata që t'jem unë dhe ato më kanë votuar. Është kënaqësi për mua, sigurisht që t'jem, dhe ishte një vlerësim goxha i madh nga të gjitha koleget. Sigurisht që është pak sfidues si pozicion, se përtej të gjitha sfidave që ne hasim, sigurisht do duhet që të ndërmarrim edhe nisma. Nisma që kanë bëjnë me gratë kryesisht, dhe mendoj që ja kemi dalë, jemi krenare dhe sa do pak mundohemi që të referohemi shtresës më të ullët të grave. Jo vetëm duke i ftuar ato që të bëhen pjesë e vendimarrjes, por duke i nxitur që t'jen vetë ato gra që të bëhen të zonjat e vetes përpos edhe të shoqeve të tyre në komunitet. Të jem pjesë e aleancës ka qenë një eksperiencë goxha frydënëse për mua. Kam mësuar shumë nga zonjat e të gjithë bashkive të tjera. Po, se njëkohësisht ne kemi krijuar edhe aleancën kombëtare të grave këshilltare bashkiake që funksionon në nivel kombëtar. Dhe këtu janë vlerësuar nga zonjat e qarkut e Elbasanit, më kanë votuar që t'jem antare e bordit të aleancës kombëtare. Ndoshta duke parë natyrën time ekspresive, kërkuese, dhe kjo gjë i ka bërë që të më propozojnë edhe të më votojnë. Ne në Elbasan faktikisht kemi ndërmarrë një nismë të cilën e kemi votuar edhe është miratuar dhe është në procesin e aplikimit për përjashtimin nga tarifat të gjithë fëmijëve nga 0 deri në 5 vjeç që janë në kopsht ose në çerdhe, të tarifës së regjistrimit dhe të ushqimit për gjitha nënat që janë të divorcuara, kryefamiljare ose në ndihmë ekonomike dhe fëmijët e tyre janë me PAK. Bravo. Është një nismë fakt shumë e mirë, edhe duket pak, por në fakt është një nismë që ndryshon jetën e gjithë atyre nënave dhe të familjeve, dhe unë uroj dhe shpresoj që sa më shumë nisma të tilla të bëhen në të gjithë Shqipërinë, edhe për më tepër mbështetje që mund të jepet këtyre grave të cilat realisht bëjnë maksimumin për familjen e tyre, grave të veja, grave të vetme, shumë gra dhe vajza të cilat realisht sot ju mungon mbështetja për të kujdesur në mënyrën e dur për familjen e tyre, dhe kjo është një nismë shumë e bukur. Edhe mua më bëhet shumë qefi që vajzat dhe gratë kanë bërë pafund nisma të mira, të interesante, po dhe shumë të vlefshme në të 61 bashkitë e Shqipërisë, dhe kjo më ka bërë të shpresoj ende se bashkimi gjithmonë e bën fuqi. Ne kemi moto këtë të organizatës dhe e kemi parë shumë herë. Mbaj mend në herën e parë kur kemi nisëm iniciativën për të ndërmarrë këto nismat gjinore, në përbashki shpeshherë vajzat dhe gratë na thoshin jo, po ne nuk do na japi, s'do ta fusim dot në buxhet, nuk do ta bëjmë dot. Dhe që vitin e parë ne kemi ngritur mbi 2.5 milionë euro nisma në të 61 bashkitë e Shqipërisë, dhe aty kuptuam që realisht ky bashkimi e bëka fuqinë dhe ndryshon jetë jo vetëm vajzave dhe grave, po të shumë
komuniteteve që realisht kanë nevojë dhe kjo është një gjë shumë e bukur. Edhe duke qëndruar pak tek politika vendore, në një skenar interesant, pse jo, në cilin ty do të thoshin sot je kryetare bashkie, ose do të kandidoje, do të fitoje si kryetare bashkie. Cila do të ishte gjë e parë që do të bëje për Elbasanën? Interesi im, e thash dhe më herët, interesi im i përfshirjes në politikë kanë qenë të rinjt dhe gratë. Gjëja e parë që do të bëja, do të ngrija sigurisht një grup real të rinjve për vendosur ato për shqetësimet që ato kanë. Pra të rinjt vendosnin vetë për fatin e tyre, në thonjza. Po kështu dhe për gratë. Dhe ajo gjëja tjetër që do bëja, mua do me etiketonin si gruaja që i ka zhbër burrat, sepse në të gjithë stafin tim do mizotëronin gratë. Besimi im do ishte të gratë. Po, kemi një kodë gjinore. Në liq që nuk e bëjmë dot, as për gratë, as për burrat. Por mendimi mirë është, kemi gjithmonë kodën gjinore, e cila në fakt quhet si koda grave, por është koda për të dyja gjinit. Po, faktikisht është perceptuar si. Por është interesante dhe është shumë e vlefshme që gratë e politikës të mendojnë për vajzat dhe gratë dhe t'jenë ato aleatet me cilat punojnë jo vetëm gjatë kohës kur ka zgjedhje apo fushata, apo gjatë gjithë kohës, sepse realisht i din mirë problematikat edhe sidomos në nivelin vendor. Duke kaluar pak te niveli i përgjithshëm i grave në politikë, çfarë mendon se u mungon grave në politikën shqiptare? Mendon se kanë gjithë mbështetjen e mjaftueshme nga partitë politike, apo mendon se ka ende pabarazi të cilat qoftë në fushata, qoftë në politikë në përgjithësi e bëjnë më të vështirë arenën për gratë dhe vajzat? E cekëm pak, sigurisht që ka një rritje ndjeshëm të vlerës numerike të përfaqësimit të grave në politikë, por ajo që unë shoh është nuk duhet të ngelet. Dhe këtë e them edhe shpesh në përbiseda që bëjmë me miq, që nuk duhet të mbetet vetëm në përfaqësimin numerik. Pra gratë nuk duhet të jenë aty sepse janë thjesht gratë për të mbushur, për të plotësuar një kuotë, por gratë të jenë ato që marrin vetë vendimet. Qoftë për problematika me gratë, çështje që kanë bëjmë pra vetëm me gratë, por edhe më gjerë. Pra të jenë gratë ato që vullosin fatin e njerëzve për cilët ato janë zgjedhur, janë përfaqësuese. Ne kemi bërë shumë studime, për shembull, të cilat na kanë drejtuar drejt disa barrierave të cilat ne i quajmë barrierat e fshehura të grave dhe vajzave në politikë, se shpesh herë edhe kur shkojmë kërkojmë tek vim parlament, kërkojmë më shumë kuota për gratë apo më shumë akses, na thon po mirë, keni arritur të gjitha tani, në këshillat bashkiake keni 50% kuotë, në parlament 1/3, keni refuzimin e listave, ç'a doni më shumë. Ajo që ne kemi vënë re është ajo që tham pak në fillim, ka një mungesë aksesi për shembull në median shqiptare, ka një mungesë aksesi në financat e partive, financat politike, pra në aksesin financat, të cilat duket sikur ti po hyn në një garë të barabartë, po fakt gara nuk është dhe aq e barabartë sa duket edhe nëse kuotat janë atje. Dhe nga ana tjetër, ajo që ne kemi bërë re dhe që diskutojmë shumë shpesh edhe me gratë dhe vajza në politikë është që ka disa stereotipe të vajzave dhe grave në politikë që i fusin në një kornizë dhe i etiketojnë pak më ndryshe. E ke ndjerë ndonjëherë këtë në eksperiencën tënde? Faktikisht e kam ndjerë shpesh. Në këto zgjedhje që sapo kaluam, unë u bëra pjesë e një platforme, deputeti që duam, dhe isha e vënë pas murit, me thënë të drejtën, sepse më vinin shumë mesazhe, po ti nuk mund t'ja dalësh, pse po kandidon aty, ajo nuk është një portal që realisht të bën ty të rritesh, ti je një vajzë, je shumë e brish, nuk je aq e fortë për të përballur sfidën që ke përpara me meshkujt, ti ndoshta nuk doja dalësh, pse e merr këtë rrugë, etj si këto, ose edhe në rrjetet sociale, komente jo të këndshme, për sa i përket pamjes fizike, ju femrat jeni thjesht për të parë, jeni të bukura për kaq, mos e merrni këtë, nuk është për ju, gjëra të tilla. Faktikisht shoqëria jonë
në shoqërinë shqiptare sigurisht ekzistojnë këto stereotipe dhe unë nuk jam natyrë që frenohem, por vajza dhe gratë të tjera, disa nga kolegët që unë njoh, vetëm këto fakti që i kanë rrituar një koment, i ka bërë që edhe të tërhiqen. Është vërtet. Domethënë, një nga barrierat kryesore që vajzat dhe gratë kanë për t'ju futur politikës, është pikërisht modeli i eksperiencave që kanë ato gra që janë brenda politikës dhe kjo gjuha e urrëties, kjo pjesa e anatemimit direkte te morali, te familje, është shumë interesante si ndodh vetëm me gratë. Dhe një nga gjërat që së bashku edhe me aleancat, po edhe me nisma tjera, edhe me ligjet që kemi sënë në parlamenti munduar të luftojmë është pikërisht kjo, dhuna me bazë gjinore në politikë, sepse nuk flitet shpesh herë për të. Esmeralda, çfarë mendon se është një reform ose një hap që mund të ndërmerret realisht, praktikisht, për të ndihmuar ose për të inkurajuar, do të thosha, më shumë të rinj të merren me politikë. Ne flasim për vajzat dhe gratë, po realisht një nga shtresat të cilat merret më pak me politikë janë të rinjt. Dhe ti e ke eksperiencën e nisjes tënde që nga një moshë shumë e re. Meqense unë i kam merak të rinj dhe fuqizimin e tyre, nëse do më jepi mundësia që t'isha propozuese ndonjë reforme për rinin, ajo që unë do vazhdoja punën e asaj çka është bërë tashmë në të gjitha bashkitë e Shqipërisë, ekziston një këshill rinor, vendor. Do doja që këtyre këshillave rinor vendor t'u jepej mundësia që t'ishin ata vendimarrësit, jo t'jenë thjesht një grup të rinj që marrin pjesë në për aktivitete të ndryshme, por ata t'ishin pjesë edhe e këshillave vendor, jo vetëm e këshillave rinor vendor, por edhe e këshillave vendor, jo vetëm si dëgjues, por edhe si vendimarrës. Është në fakt shumë e rëndësishme që të rinjt edhe qytetarët në përgjithësi të ndjehen pjesë e vendimarrjes. Sa më shumë ndjehen pjesë e vendimarrjes, aq më shumë bëhen aktiv në konsultime, në dëgjesa, mbaj mend sidomos gjatë këtij viti në dëgjesat e buxhetit, ne shkonim në qytete të ndryshme për t'i mbështetur, shifja për shumë pak gra. Dhe i pyes edhe shumë pak të rinj. Dhe i pyesja pse nuk ishit në dëgjese, se shumë po kush na dëgjon neve. Në fakt, është shumë e rëndësishme që zëri të përdoret kudo, edhe këta të rinj dhe këto gratë angazhohen, dhe kur shohin që zëri tyre është dëgjuar, angazhohen shumë më tepër. Kështu që kjo është në fakt diçka shumë e rëndësishme, sidomos për të rinj, po edhe për gratë në zona nga më të ndryshmet. Esmeralda, ne kemi një rubrikë të vogël që e quajmë Mit apo e vërtet. Shpesher unë e them gjithmonë që ne kemi kollajshet përgjigje të gjata, të japim përgjigjet që duam, po ndonjëherë politika do përgjigje vetëm me një fjalë, po ose jo, një karton. Jeshil apo i kuq. Kjo është fiks për mua se jam natyrë racionale. Po shumë mirë, kjo është e rëndësishme. Unë do të bëj disa pyetje dhe ti do më thuash është mit apo është e vërtet dhe kaq. Nuk do të arrim të kemi mundësinë të shpjegojmë pyetjet. Në rregull. Esmeralda Mallosi, këshilltare bashkiake e Partisë Socialiste në Bashkinë Elbasan. Esmeralda, kuotat gjinore garantojnë menjëherë ndikim real për gratë në politikë. Mit apo e vërtet? Mit. Të rinjt janë më idealist, por më pak efektiv në vendimarrje. Reale. Gratë në pozita drejtuese duhet të jenë më të ashpra për t'u marrë seriozisht. Mit. Angazhimi në administratën publike e kufizon pavarësinë politike të një personi. Është thjesht mit. Aleancat ndërpartiake të grave funksionojnë vetëm në teori. Është një mit. E kemi provuar që funksionon ndryshe. Votuesit i gjykojnë më shumë gratë për jetën private se sa për punën e tyre publike. Reale. Pushteti lokal ofron më shumë mundësi për të ndikuar drejt për drejt në komunitet se sa pushteti qendror. Real. Të rinjt kanë akses të barabartë në financim dhe mbështetje politike me të gjithë kandidatët e tjerë. Është një mit. Transparenca institucionale është rritur fal presionit të brezit të ri.
mit, akoma nuk është arritur. Përfshirja e hershme në politik rrit rezistencën ndaj presionit publik. Po, kjo është reale. Të falenderoj, ishte interesante, Po, shumë interesante. Ndonjëherë ke gjithmonë atë dëshirën për të thënë më shumë, po ndonjëherë thash, ndoshta nuk e ke mundësinë edhe politika është sa është frym, aq është edhe logjik, kështu që edhe diçka racionale. Unë do të vazhdoja me një pyetje që mendoj se ne që punojmë me partitë politike në Shqipëri, i njohim mirë si funksionojnë partitë politike, cilat janë problematikat. Si e ke parë në eksperiencën tënde politike, jo vetëm brenda partisë tënde, ndoshta edhe me eksperiencat e ndryshme rreth e rrotullt partive tjera, si e ke parë, a kanë një ndikim real partitë në promovimin e grave, në mbështetjen e vajzave dhe grave në politik, edhe në realizimin për te fjalëve të barazisë gjinore në Shqipëri? Ndikim real? Po, ka një ndikim. Partitë politike ka një ndikim real në sidomos në promovimin e grave. Nuk është vetëm pjesa që, unë them që nuk duhet të jetë vetëm një përfaqësim numerik ky përfaqësimi i grave, qoftë në qeverisjen lokale, por edhe vendore, duhet të jetë më tej, një fushë më e gjerë. Dhe nëse nuk e bën partia politike promovimin e këtyre grave përfaqësuese, sigurisht që gratë të vetme, pa mbështetjen e partive politike, nuk mund të jenë në maj, nuk mund ta kapin asnjëherë majën. Kështu që sigurisht duhet një mbështetje e partisë politike. Duke që se jemi këtu te partitë politike, unë nëse do të isha kryetare e partisë, do të ofroja mundësinë për të qenë kryetare e bashkisë në një zonën tënde, do të ofroja mundësinë për të qenë deputete e zonës tënde, do të ofroja mundësinë edhe për të qenë drejtuese e një institucioni të lidhur me kryeministrinë, pra një institucioni që është pjesë e qeverisjes e ekzekutivit. Cilin do të zgjidhet parën? Në këtë fazë që jam unë tani, do të zgjidhja deputete. Politikën qendrore, pra. Po, politikën qendrore. Unë e kam kaluar fazën e politikës vendore, kështu që do më pëlqente, pse jo, në politikën qendrore. Por dhe opsioni tjetër me kryeministrin nuk është keq. Pushtet qendror, por prapë brenda ekzekutivit. Me sa mbaj mendun nga fushatat tek platforma deputeti që duam, ju kishit nga një iniciativë secili që e prezantonet apo jo. Kishit nga një kalb beteje, le të themi. Kishe një tëndin, pra në këtë fushat unë do të kem fokus, nuk e di, të rinjt, ti e the që kam të rinjt, gratë, etj etj. Kishe në një gjë tjetër që doje të ndajet, po të kishe programin tënd fushat, nëse do kishe ju në listë? Unë e ceka pak në fakt, do fokusohesha tek të rinjt dhe tek gratë, por edhe një gjë tjetër që nuk do ta lija jashtë programit tim, do të ishte mosha e tretë. Është në fakt një nga është një problematikë që vazhdon në realitetin shqiptar. Për të moshuar duhet ketë më shumë përkujdes, pra duhet ketë më shumë, të jemi më afër, duhet jemi dhe pranë tyre, se ata tashmë e kanë mbyllur ciklin, i kanë kaluar gjithë të fazat që ne jemi duke kaluar, dhe ka shumë nga ata që jetojnë vetëm, ka shumë nga ata që nuk kanë kushtet minimale, dhe unë do doja të isha shumë pranë tyre dhe të bëja politika që do t'i vija shumë në ndihmë. Para se do të bëj pyetje në fundit serioze të këtij podcasti, unë i persekutoj miq që kam nga Elbasani, sa herë afrohet dita e verës. Më thuaj, cila është një nga traditat më të bukura që ti mban mend edhe nga fëmijëria, por uroj që mbahen edhe tani nga dita e verës, duke qenë se është afër. Unë i persekutoj për ballokumet personalisht, por e di që traditat e ditës verës janë një pasuri, një trashëgimi kulturore e shqiptarëve, të cilat nuk janë vetëm një fest, po tregojnë se sa shumë ndër breza
që në kohën e paganëve, të ilirëve, etj, i kemi ndërmarrë edhe i kemi ruajtur me shumë xhelozi dhe Elbasani është pika kryesore nga ku të gjithë ne kemi filluar ta marrim ditën e verës. 14 marsi faktikisht është dita e luleve, festa e luleve. Pra mbyllet një cikël dhe vjen një cikël i ri. Pranvera. Po, vjen pranvera dhe të gjithë janë të lumtur sepse ndrohet dhe gjaku, siç thonë më të vjetrit. Nuk qëndron vetëm tek ballokumja, pavarësisht se ajo është Ballokumja është ajo që simbolizon të gjithë festën, por nuk është vetëm kjo. Ne kemi dhe vendosjen e verore, i themi ne, është një fije me 2 ngjyra, ngjyrë bardhë dhe ngjyrë kuqe. Ka një kuptim kjo se Kjo ka, po, simbolizon për të mbajtur pra personin që e vendos, të mos digjet nga dielli dhe të ketë një pranverë shumë të suksesshme. Bukur, nuk e dija këtë, sepse në një nga këto traditat ndizet zjarr me sa diun, Po, ndizet zjarr, bëhet kulaçi, byreku vjen më pas. Byreku me lekë kemi më pas. Është më pas. Po, edhe tek kulaçi futet monedha. Qofse unë do të isha një turiste e huaj që nuk e njihja Shqipërinë, si do ta promovoj Elbasanin? Do të pyesja cilin qytet të vizitoj, ti e nga Elbasani si do ta promovoje? Duke i treguar të gjitha, ndoshta duke treguar vetëm pak nga Elbasani? Hajde në Elbasan sepse? Hajde në Elbasan sepse sa po të futesh në qendër të Elbasanit do të shohësh Kalan, Sahatin dhe brenda do të ndeshesh me rrugicat, me shtëpitë e ndërtuara para shumë vitesh, pra ti do i gjesh aty kulturë. Ka kulturë, art, Elbasani, po, muzeu, kulinari, xhami, kisha, pra që sheh të ndërthurur kulturën ndërfetare brenda qytetit, pra nuk qëndrojnë vetëm tek pjesa artizanale, pra e këtyre monumenteve të vjetra. Elbasani në fakt ka shumë për të ofruar, jo vetëm në qendër, po edhe në të gjitha zonat. Po zakonisht turistët i sjellin në qendër, që të njihen pak me natyrën e qytetit. Në qarkun e Elbasan përgjithësi ka dhe shumë, për shembull unë mbaj mend para shumë vitesh kemi vizituar, promovuar Via Egnatia, që ishte një nga gjërat që nuk promovohet dhe shumë sot, po ka dhe shumë pjesë arkeologjike, të natyrës, kulinarisë, kështu që realisht ja vlen dhe një eksperiencë interesante që po ta tregoj ty për herë të parë. Në një restorant të Washingtonit, i cili ishte shumë i famshëm, sepse në atë kohë kur shkuam ne, vajza e presidentit Bush kishte bërë ditëlindjen, pra ky restorant ishte si ata që janë sot me 5 yje me rankime shumë të mëdha. Hapi menun me zigje të vend se nuk hyje etj, shumë i famshëm. Hapi menun dhe një nga gjërat kryesore ishte tava e Elbasanit. Tava e kosit. Ose tava e dheut, kemi 2. Aty quhet tavë Elbasane. Po. Dhe ne u çuditëm, dhe thanë ç'ne në një restorant në mes të Washingtonit, me një kuzhinier që nuk ishte shqiptar, me një pronar që nuk ishte shqiptar. Dhe na tregon historinë pronarit, cilin e thrasim, dhe thotë që kur vajta në vizitova Shqipërinë, shkova te ky qyteti, më pëlqeu kaq shumë sa kjo gjëja, se e mora recetën dhe e kam futur si një nga gjërat më të veçanta të restorantit tim. Kështu që ka shkuar përtej, edhe kultura e trashëgimia e Elbasanit është gjithandej dhe më bën shumë qefi. Një mesazh i fundit që ti do doje të ndaje për politikën, për angazhimin, me të rinjt, me gratë, po me çdo që ti do ta ndash. Po ngelem tek të rinjt dhe gratë. Ajo që unë dua t'i përcjell, sidomos grave, se të rinjt e kanë jetën para dhe sigurisht do ndërmarrin hapa edhe do kalojnë sfida, edhe normalisht do fitojnë edhe luftëra të vogla. Ndërsa për gratë doja t'i thoja që asnjëherë nuk duhet të dorëzoheni dhe gjithmonë duhet jeni bashk. Në çfarë do lloj sfide, ju duhet bëheni bashk. Në momentin që bëhemi bashk, të gjitha gratë, nuk ka asnjë pengesë që na ndalon. Kështu që bëhuni bashk dhe do e dilni. Është shumë e vërtet, në fakt shumë shpesh, për fat mirë apo të keq, ajo çka na takon e kemi të gjitha bashkë. Suksesi i një gruaje është një model shumë i mirë edhe për gratë e tjera.
anatemimi apo dhunimi një gruaje është një problem për të gjitha gratë e tjera, kështu që vetëm duke u bashkuar përtej bindjeve, përtej ne nga jemi moshës që kemi, mund të bëjmë ndryshime shumë të mëdha dhe ne ja kemi dalë deri tani bashkë për të bërë ndryshime për vajzat e gratë që uroj dhe shpresoj që do të jenë gjithmonë më të shumta. Unë të uroj shumë suksese në rrugtimin tënd. Të falenderoj për kontributin që jep. Dhe dëshiroj që sa më të fuqishëm ta kesh zërin aty kudo që ke dëshirë që të flasësh edhe që zëri të dëgjohet. Shumë faleminderit për ftesën dhe është gjithmonë kënaqësi të jem me ju. Kënaqësia imja edhe për këtë episod të radhës të Vox Politics. Unë ju përshëndes nga Tirana, duke ju falenderuar që na ndoqët dhe duke falenderuar edhe një herë Westminster Foundation for Democracy për mbështetjen e këtij podcasti. Nga unë Edlira Çepani, dëgjohemi herën tjetër.